Libruna e tjerat, s'kemi shans të marrë fjallën. Si mendon për pas nesër? E mendoj që është një sfidë. E kam parë veten shumë të angazhuar në këtë besimin tuaj, edhe e gjej veten të përgatitur, sepse kam menduar fort që njerëzit që ndërrojnë për ndryshime për mirë, duhen njerëz të cilët duhet sakrifikojnë diku komoditetin, diku duhet jenë përgatitur për një realitet që ka diku padrejtësi e diku indiferentizëm, sepse ndryshe nuk ndryshon asnjë gjë për mirë. Edhe e besoj fort që në këtë vend ndodhin gjëra për mirë apo për keq, po kjo varet gjithmonë nga ne. Kështu që doja të isha shumë fort pjesë e këtij ndryshimit për mirë në qytet. Si mendon do dali rezultati të dielën? E diela do të jetë një ditë tjetër për qytetin tim, një qytet që e ka treguar veten gjithmonë që ka një kulturë demokratike, një kulturë dhe një përgjegjësi qytetare, dhe këtë e ka treguar gjithmonë me fitore të Partisë Socialiste, dhe zgjedhjet 11 maj e demonstruan edhe një herë që angazhimi politik i qytetarëve vronjak ishte shumë serioz dhe prodhoi 9 mandate. Kështu që jam shumë shpresim plot që angazhimi do të jetë përsëri në këtë nivel. Ta shikojmë. Ty zakonisht dalin fjalët, po ta shikojmë. Shumë ramos nga Tepelena. Pas një periudhe gjatë në shërbim si ushtarak, tani e në jetën civile si ushtari Tepelenës. Si e shef ti në diel? Po shoh që nga takimet që kemi zhvilluar në qytet, na njerëzit takojmë, investimet që ka bërë Partia Socialiste në gjithë mandatet që ka drejtuar Tepelenën, mendoj që kemi një fitore të thellë ditën e diel. Do votohet bindshëm Partia Socialiste. Këtë e mbështes të opinionet, të takimet që kemi bërë, të gjithë njerëzit që kemi takuar. Jam shumë besim plot që do marrim rezultat shumë pozitiv. Ervin, po ti si e shikon ditën e diel? Situata në qytet, nga ajo që unë kam perceptuar është shumë pozitive. Njerëzit fillimisht vlerësojnë punën që është bërë në qytet, vlerësojnë investimet, vlerësojnë projektet, çka u tregua edhe me votë në datën 11 maj, ku Berati nxori 5 mandate, por dhe nga ana personale e shoh që vlerësojnë dhe mirëpresin dhe kandidaturën time. Jam besim plot që ne do të kemi një rezultat, besoj shumë të mirë. Përveç rezultatit, besoj dhe pjesëmarrja do të jetë goxha e kënaqshme. Ndërkohë që Altini është i vetmi këtu që vjen nga lart, vjen nga Veriu, vjen nga një bashki ku nuk do jetë lehtë për ta marrë stafetën, pasi Agroni ka bërë një punë kolosale në kuptimin më të drejtë për drejtë fjalës dhe i ka ndryshuar faqen matit, por më thonë që nuk duhet të jem i sigurt në sa po them, sepse mbase Altini më thonë mund dali edhe më mirë si kryetar bashkie flas. Po si e diel, si rezultat, si e shef ti? Për ditën e diel me datën 9 nëntor, unë e shoh që njerëzit do kenë rezultate mirë, sepse matianët di ta vlerësojnë punën e bërë gjatë gjithë këtyre viteve. Në bashkinë Mat janë bërë investime që për shumë dekada nuk janë bërë, edhe Mati do votoj me një rezultat të thellë, se Mati meriton vazhdimsinë e gjithë këtyre punëve që janë bërë deri më sot. Edhe besoj me datën 9 nëntor, Partia Socialiste dhe kandidati do marrin një rezultat shumë të mirë. Florenc, si e shef? Bashkia e Cerrik ka patur vëmendje të shtuar në këto zgjedhje pjesme nga ju, sepse normalisht është rast historik që ishte kryetari i bashkisë është bërë ministër dhe në historinë e kësaj bashkie nuk kanë patur asnjëherë ministër.
dhe qytetarët e Cerrikut jo vetëm për të rast, por edhe duke vlerësuar edhe kandidimin tim. Duke vlerësuar nga ana juaj është mendoj që do të jetë një vot për të majtës dhe djathtas, do të jetë një vot qytetare. Dhe me siguri do të jemi në garë, ndoshta duke marrë dhe pak të Pelenës, nga herët e tjera që ka qenë bashkia e parë me sa më zgjedhjet e fundit.